Vllaznia arriti të ruante kreun e renditjes pasi ndeshje në Rogozhin kundër Ignatias që i pati të gjitha përveç golave. Raste tension, karton të kuq, protesta dhe braktisje të fushës, por në fund skuadra u nda në paqe me barazimin e bardhë. Kampionët e vendit ishin në kërkim të fitores së parë në këtë sezon kundër kryesuesve, dhe zhvillon një pjesë parë të kënaqshme, vazhdimisht në sulm, duke vënë në vështirësi vllaznin. Albaneze provoi me një diagonale në minutën e 15 pa gjetur rrjetën, ndërsa 2 minuta pas Jahaja nuk arriti të gjojë në port pas topit të ardhur nga Majta. Albaneze provoi me një diagonale tjetër minutën e 32, por edhe këtë jashtë kuadratit, të cilin e gjen Qato 8 minuta pas nga jashtë zonës së Ignatias. Megjithatë Dajsinani pret në pozicion. Sërish Albaneze në minutën e 44 dhe sërish në mënyrë të pasakt. Me këtë rast mbyllet pjesa e parë, ndërsa e dyta ofron një pamje ndryshe. Vllaznia merr masa dhe bllokon krahët e Ignatias, e cila krijon volum, por jo më raste. Emocionet e para të mëdha të pjesës vinë vetëm në minutën e 71, por jo për gol të shënuar. Xhemaili ndëshkohet me karton të kuq nga gjyqtari Lata për faull ndaj Balait dhe merr konfirmim edhe nga VAR. Skuadra e Ignatias proteston dhe braktis fushën, duke kërkuar gjyqtarit të shohë incidentin në monitor për faull në dëm të Xhemailit. Lata nuk i reziston presionit dhe shkon para monitorit, megjithatë nuk ndryshon me vendim. Kartoni kuq për Xhemailin qëndron, madje shtohet edhe një tjetër për trajnerin e Ignatias, Edlir Tetova. Loja rinis dhe Ignatia tregon zemër duke kërkuar fitoren edhe në inferioritet numerik. Rasti më i mirë vjen në minutën e 96, ku Fernando gjuan me të majtën drejtën e trekëndësh, për grushti Pols shpëton vllaznin, që ruan pathyeshmërinë e kampionit në këtë sezon, përveç kreut në pritje të ndeshjes së Elbasanit.